Prej 2 ditësh ka hyrë në fuqi ligji për ndryshimin e kodit rrugor, duke ashpërsuar në këtë mënyrë masat për të gjithë shkelësit e ligjit apo shkelësit e kodit rrugor. Pra, për gjithë personat të cilët lëvizin drejtim mjeti në mënyrë të dehur mbi 0.5 gram për litër në gjak, uhiqet patenta përjetësisht, pra nuk do të kenë më mundësi që të drejtojnë një automjet. Ndërkohë që për moshën madhore, të cilat lëvizin pa patentë, nuk do të kenë më mundësi të shkojnë në autoshkollë për 1 vit për të pajisur me patentë. Masat e ashpra janë bërë edhe për minorenët, ata të cilët lëvizin me automjet pa patur patentë në 2 vitet e ardhshme, pasi mbushin 18 vjeç, nuk do të kenë mundësi të jenë me patentë. Pra, deri në moshën 20 vjeçare, ata nuk do të kenë të drejtën e tyre për të pajisur me patentë, gjë që do të reflektojë pas moshës 20 vjeçare. Ndryshime në kodin rrugor kanë ardhur pas aksidenteve të shumta, dhe një ndër shkaqet kryesore janë të rinj të cilët lëvizin me shpejtësi te normat të lejuara, çka kanë shkaktuar aksidente her pas here edhe me pasojete. Nëse je i dehur, je ndëshkuar më parë nga policia për këtë shkelje të kodit rrugor dhe drejton makinën sërish me më shumë se 0.5 gram litër në gjak, patenta do të hiqet përgjithmonë, pa pasur asnjë mundësi rimarrje në autoshkollë. Kjo mas drastike bëhet për të zhdukur nga rrugat të dehurit kronik, të cilët konsiderohen shoferët më të rrezikshëm. Nëse je pa patent në moshë madhore dhe kapesh nga policia duke qarkulluar me automjet përveç gjobës, për 1 vit nuk do të mundesh të pajisesh me një të tillë. Pra nuk ke të drejtë të shkosh në autoshkollë për të bërë shofer. Masa është më e rëndë nëse je i mitur dhe kapesh në timon. Kur të jesh 18 vjeç nuk do të mund të marrësh patent si bashkëmoshatarët. Duhet të kalojnë të paktën edhe 2 vite të tjera që të paraqitesh në autoshkollë. Statistikat e ngjarjeve rrugore tregojnë se shoferët e rinj që sapo kanë marrë një leje drejtimi kanë probabilitet të lartë të përfshirë në aksidente, shpejtësi dhe shkelje të tjera. Për këtë është pareudhës që kjo kategori shoferësh në 2 vitet e para të pajisjes me patent nuk duhet të vërë asnjë pikë alkool në buzë. Kur është në timon, shpejtësia në autostradë duhet të jetë maksimumi 90 km/h dhe 18 km/h në rrugët e tjera jashtë qendrave të banuara. Nëse nuk respektohen, dëshkimi me gjobë është nga 5.000 deri në 15.000 lekë, përveç shpezullimit të patentës, 1 muaj dhe heqjes së pikëve. Nëse gjatë kësaj faze prej 2 vitesh shoferi bën 2 shkelje brenda 1 viti, kufizimet e shpejtësisë apo qarkullimit me orare zgjaten edhe me 1 vit, duke e çuar në 3. Ndryshimi i rëndësishëm bëhet edhe te pezullimi i lejes së drejtimit. Nëse deri më tani pezullimi do të konvertojë me dhënien e 2 fishit të vlerës së gjobës nga i gjobituri, si nga të huaj dhe nga shqiptar, tashmë patentat që lëshojnë autoritetet tona nuk ekziston. Pezullimi i patentës bëhet automatikisht. Rritje të gjobës ka edhe pranë shkollave, atyre që bëjnë gara me makina apo manovra agresive. Nëse deri më tani gjoba ishte 10 deri në 40.000 lekë, shkon nga 20 deri në 60.000 lekë. Nëse një shofer kapet dyer në vit me celular në dorë në timon, patenta i pezullohet 3 muaj. Deri tani kodi rrugor e kishte këtë shkelje me 3 herë. Celulari ndalohet të përdoret jo vetëm nga shoferët e makinave, por edhe drejtuesit e biçikletave, motorëve deri në 50 kubik dhe monopatinave.